Tensionet nuk kanë të ndalur në shtëpinë e Big Brother Kosova VIP 4, ku të dielën këngëtarja Fjolla Morina është përfshirë në një debat të ashpër me banorët Alba Pollozhani dhe Benita Zenën. Këngëtarja duket se nuk ka qenë në gjendje të mirë emocionale dhe biseda mes tyre ka shpërthyer rreth çështjeve të përditshme në shtëpi. Pas përplasjes Fjolla është parë për lotë dhe shqetësuar deri në pikën se ajo kërkua banorëve të largohen për të mos qenë afër saj. Momenti që ka tërhequr reagimet të shumta nga publiku, i cili ka komentuar për tensionin e shtuar dhe për natyrën impulsive të situatave që shpesh lindin mes banorëve. Episodet e tilla sipas shikuesve tregojnë se dinamika brenda shtëpisë së Big Brotherit është gjithnjë e paparashikueshme, ku emocionet të forta dhe përplasjet janë pjesë e pandalshme e lojës. Fjolla e njohur për karakterin e saj të zjarrt dhe shpirtin e fortë duket se ka kaluar një moment të vështirë emocional, po mbetet të shihet se si kjo situatë do ndikojë në marrëdhëniet e saj me banorët e tjerë në ditët në vijim. Nuk është hera parë duke marrë parasysh temperamentin e artistës shqiptare. Allahu ju vraftë bre, dëgjohet duke thënë këngëtarja.